Ambasadori i Bashkimit Evropian deklaron se financimi i partive është parakusht për integrimin në reformat i abzidje dhe përdorimit të fondeve shtetërore në fushat. Prokuroria e Lezhës kërkon burgim të përjetshëm për shtetasin portugez Ruben Saraiva, akuzohet për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin. Pas 11 ditësh bllokimi, rruga e Juglindjes hapet për makinat. Autoritetet thonë se kjo situatë do të vijojë të paktën për 2 muaj sa të ndërtohet taksi alternativ. Skema e mbështetjes për fermerët do të jetë gati brenda javës tjetër, financime për bletarinë, sektorin e peshkimit si dhe të rinj që kthehen në fshat. Mirdita Zoja dhe Zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë tha sot se financimi i partive është një parakusht për integrimin e Shqipërisë. Në një tryezë të zgjeruar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, ai kërkoi që ndryshimet japin zgjidhje dhe përdorimit të burimeve shtetërore në fushat nga partia në pushtet. Ambasadorët do të shërbejnë edhe njëherë si arbitra dhe garant të reformës zgjedhore. Në një tryezë për financimin e partive politike të organizuar nga Komisioni për Reformën Zgjedhore, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ambasadori i OSBE-s vendosën piketat se ku duhet të fokusohet puna për reformën elektorale. Reforma zgjedhore duhet të garantojë pluralizmin politik dhe të sigurojë një fushë loje reale dhe të barabartë për të gjithë aktorët politik. Kufiri midis shtetit dhe partisë duhet të përcaktohet shumë më qartë. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbajtje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Reforma zgjedhore është një prej detyrimeve që Shqipëria ka në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ligji për financimin e partive politike është një prej çështjeve të para që duhet të marrë zgjidhje. Këtë vit ka një fokus të fortë për të siguruar që Shqipëria të zbatojë në mënyrë efektive strategjinë e saj kundër korrupsionit dhe fusha si prokurimi publik duhet të kenë të gjitha garancitë e nevojshme për të siguruar që donatorët e partive të mos shpërblehen me kontrata qeveritare përmes proceseve të prokurimit jo transparente apo dhe më keq të manipuluara. Dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Ort Bylykbashi, sqaruan risitë që ky ligj do të sjellë. Që duhet të jemi një balans shumë qartë që realizohet në fundit, transparencë për burimet, mirë organizim, kontroll, auditim të pavarur, transparencë në përfundimin e auditimit dhe të gjitha të parandalojmë ato fenomene që mund të quhen ndikime të paligjshme në jetën politike dhe demokratike të një vendi. Siç mund të jenë financime nga burime që të papranueshme, qoftë nga bota kriminale, qoftë nga interesa biznesit të lidhura me pushtetin, po qoftë edhe nga fuqitë huaja që shpeshherë kemi parë në vende të tjera. Soi ndajmë të gjithë një mendim, transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, po dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj të cilët kanë synim të ndërhyjnë në sistemin demokratik shqiptar. Ligji për financimin e partive politike është një prej çështjeve ku ndasitë mes mazhorancës dhe opozitës nuk janë të forta dhe miratimi me konsensus është i mundshëm. Kryeministri Rama mblodhi kryesinë e Partisë Socialiste ku është folur për organizimin e strukturave. Rama kërkoi nga anëtarët që të shtojnë kontaktet me njerëzit në terren për të qenë pranë problemeve të tyre. Pas mbledhjes së zgjeruar të grupit socialist, këtë të martë kryeministri Edi Rama mblodhi kryesin. Në Selin Roz, në mbledhjen që zgjati vetëm 30 minuta, kreu i qeverisë dha disa porosi për anëtarët e kryesis. Burime bëjnë me dije se në fokus ishte organizimi i strukturave, si dhe takime më të shumta në terren me njerëzit. Pritet që këtë vit të ketë zgjedhje brenda strukturave të Partisë Socialiste. Pasi më herët, Rama ka lajmëruar nisjen e një dialogu me anëtarët dhe simpatizantët e PS-s. Ndërkohë, në mbledhje nuk është diskutuar një datë për asamblenë e Partisë Socialiste, pasi është hende herët. Gjithashtu, anëtarët e kryesisë ngritën shqetësim për rritjen e çmimeve,
që mund të vinë si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Ndryshe nga mbledhja e grupit të PS, në takimin e kryesisë ishte dhe Belinda Balluku, e cila u shkarkua nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Gjithashtu e pranishme ishte dhe Elisa Spiropali, e cila gjithashtu u largua nga posti i ministres së jashtme. Pas mbledhjes së shkurtër, kryeministri Edi Rama u largua nga ambientet e selisë së Partisë Socialiste, i shoqëruar nga kryebashkiaku i Shkodrës Benet Peci. Është publikuar raporti i opozitës në Këshillin e Mandateve për çështjen Balluku. Në dokument citohen fjalët e prokurorëve të posaçëm, të cilët thonë se dëshmitarët janë intimiduar ose u janë ofruar para në këmbim të heshtjes. Antarët e Partisë Demokratike në Këshillin e Mandateve bën publik raportin e opozitës për kërkesën e SPAK-ut në lidhje me imunitetin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në dokumentin prej 48 faqesh, Partia Demokratike ka renditur argumentat pse sipas saj parlamenti duhet i jap prokurorisë së posaçme autorizim për arrestimin e deputetes socialiste. Por në këtë dokument publikohen për herë të parë detaje nga qëndrimi i prokurorëve të SPAK-ut në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, e cila u zhvillua e mbyllur për shkak të sekretit hetimor. Jemi në fillimet e hetimeve të procedurave të tjera dhe akoma shumë veprime hetimore për të kryer për shumë procedura prokurimi, apo edhe prova shkresore për të administruar, që nuk janë administruar. Kemi patur mangësi nga autoriteti rrugor shqiptar sepse nuk na i ka sjellë në kohë. Na janë vonuar dhe akoma nuk i kemi administruar të gjitha dokumentacionet përkatëse të këtyre procedurave prokurimi. Cili është mekanizmi? Mekanizmi është duke takuar vartësit, personat që mund t'i ketë emëruar. Personat që sipas hetimeve dyshojmë se mund t'i ketë kontrolluar dhe dyshojmë që kjo veprimtari mund të ndodhe edhe në të ardhmen, siç edhe kemi një bisedë konkrete që krijon dyshime serioze që ka ndodhur. Duke qenë se është kjo mundësi, se mund të mos jesh edhe në funksion, por ke diku një person tjetër që ka pushtet mbi dëshmitarin, që është drejtori i dëshmitarit për shembull. Nga raporti i PD-s mësohet se hetimi për zonjën Balluku përfshin aq dokumenta sa nëse do të printoheshin do të mbusheshin 2 apo 3 furgon me letra. Të relacioni dhe prova mbështetësit të relacionin dhe kemi paraqitur proces verbalin e transkriptimit të përgjimit të bisedave, të lejuara me vendim të gjykatës të datës 20/11/2025 në orën 12:23 minuta 35 sekonda. Ne kemi paraqitur si provë, në përmbajtje të këtij transkriptimi rezultojnë të dhëna për intimidimin e personave. Ka përmbajtje që zonja është e friksuar, përmend edhe emrat se nga kush është i friksuar. Emër zyrtari, por edhe persona të fortë në rang grupesh të tjera. Ajo përmend tundimin nëpërmjet korrupsionit që të ndryshoj thënjet apo edhe të zëvendësoj mbrojtësin e saj me një mbrojtës të pëlqyer nga personat që i vetë ofrohen. Kjo është shumë e qartë në përmbajtje. Atëherë në përmbajtje të asaj çfarë ka prodhuar ky transkriptim i bisedave të përgjuara bëhet fjalë për intimidimin nga persona jo zyrtar. Aty përmendet të fortë, e përmend vetë zonja, pra persona jo zyrtar. Pastaj nga personat zyrtar bëhet fjalë për persona nga kabineti i ministrit, është e shkruar. Ky është raporti i 5 antarëve të opozitës për kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, ndërkohë që 5 antarët e Partisë Socialiste ende nuk e kanë bërë publik raportin e tyre. Sali Berisha lajmëroi protestën e radhës të opozitës që do të zhvillohet para parlamentit. Tubimi pritet të mbahet në të njëjtën kohë kur do të votohet për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Berisha po ashtu nuk përjashtoi nguimin në kuvent. Seanca parlamentare që do të ketë në rendin e ditës raportet për imunitetin e Belinda Ballukut pritet të shoqërohet me tensione. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi protestë përpara parlamentit për të mbrojtur sipas tij kushtetutën dhe shtetin e së drejtës. Ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur kushtetutën, ligjin, dignitetin kombëtar. Në konferencë me gazetarët, Berisha nuk përjashtoi as mundësinë e ngujimit. E vërteta është se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosurinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie. Dhe asgjë nuk përjashtohet, por gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Mëtej, Kryedemokrati u ndal dhe tek dosja e Ergys Agasit, teksa pretendoi se në të ka të dhëna dhe më të rënda se dosja e famkeqit Epstein. Ergys Agasi me videot e tij i ka komprometuar këta më shumë
se ato të pështenit janë lule të pështinit, çfarë ka zyra e agasit. Teksa akuzoi kryeministrin Edi Rama si një kryeministër që nuk mbështet interesat e Kosovës, Berisha u shpreh se kjo vjen për shkak të lidhjeve të ngushta të kreut të qeverisë me presidentin serb Aleksandar Vučić. 4 protestuesit e opozitës të arrestuar për incidentet e dhunshme dhe hedhjen e bombave Molotov në zhvillën e diktatorit Enver Hoxha janë liruar nga gjykata. Ata janë lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Protestuesit u vunë në pranga pas tubimit të opozitës që u zhvillua pasditën e 28 shkurtit. Fillimisht ata protestuan para kryeministrisë e më pas marshuan në disa rrugë të Tiranës. Për plasjen më të ashpër me policinë, ata e patën në zonën e ish bllokut, ku hodhën me 10 Molotov në drejtim të vilës së Enver Hoxhës. Brenda godinës ndodheshin disa artistë francezë të cilëve ju rrezikua jeta. Procesi gjyqësor për dosjen e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i pritet të nisë në datën 9 mars. Trupi i gjykues kryesohet nga gjyqtarja Angjëllushe Tahiri, ndërsa 2 relatorët do t'jenë Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. Më 9 shkurt, gjykata e posaçme vendosi të kaloj për gjykim dosjen në ngarkim të Erion Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoza, si dhe 28 personave dhe shoqërive pjesë të njëjtës dosje. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në arrest me burg që prej 10 shkurtit të vitit 2025. Veliaj akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futja e sendeve të ndaluara në burg. Prokuroria e Lezhës kërkoi dënimin me burgim të përjetshëm të portugezit Ruben Saraiva. I akuzohet se 3 vite më parë ekzekutoi biznesmenin Ardian Nikulaj në Shëngjin. Krimi ishte porositur nga një shqiptar me banim në Angli me motiv gjakmarrjen. Pas rreth 2 vitesh proces gjyqësor në gjykatën e Lezhës, prokuroria ka dhënë pretencën për portugezin Ruben Saraiva, i akuzuar si ekzekutor i biznesmenit Ardian Nikulaj. Seanca gjyqësore zgjati rreth 1 orë, gjatë së cilës organi akuzës kërkoi dënimin me burgim të përjetshëm për Saraivën. Sipas prokurorisë, ai është autori i vrasjes së ndodhur në prill të vitit të 2023 në Shëngjin. Ngjarja ndodhi brenda ambienteve të një lokali ku biznesmeni Ardian Nikulaj u qellua për vdekje. Sipas akuzës, krimi ishte i organizuar dhe i planifikuar, ndërsa roli i Saraivës ishte kryesori për realizimin e tij. Në seancat e mëparshme janë paraqitur prova e dëshmi që sipas prokurorisë faktojnë përfshirjen e të pandehurit në këtë ngjarje të rëndë. Portugezi Ruben Saraiva u ekstradua në Shqipëri më 31 dhjetor të vitit të 2023 pas vendimit të gjykatës së Marokut, e cila pranoi kërkesën e autoriteteve shqiptare. Prej asaj kohe ai po qëndron në paraburgimin e Tiranës në pritje për të përballur me drejtsinë. Vetë ai ka mohuar që të ketë lidhje me ngjarjen. Saraiva akuzohet për vrasje të kryer për interes ose hakmarrje, si dhe për armbajtje pa leje. Për krimin të akuzuar janë edhe 4 shtetas britanik që ndihmuan, si dhe Edmond Haxhia, si organizator dhe porositës i vrasjes me motiv gjakmarrjen. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj ishte në vazhdën e zinxhirit të hakmarrjes që familja viktimës ka me fisin Lek Stakaj, konflikt ky që ndër vite ka shkaktuar shumë viktima. Pas arrestimit në Tropoj, autori i vrasjes së një 31 vjeçari në Tiranë shprehur i penduar për krimin. Sipas tij, konflikti ndodhi për shkak të fyerjeve të rënda, ndërsa thikën e kishte përdorur për vetmbrojtje. Autori vrasjes së Egli Pashollarit, i cili u arrestua pas ditën e së hënës në Tropoj, është marrë në pyetje nga hetuesit e krimeve të rënda në policinë e Tiranës në lidhje me ngjarjen që i kushtoi jetën 31 vjeçarit. Gazmen Buçpapaj përpara agjentëve ka thënë se vrasjen e ka kryer në kushtet e vetmbrojtjes, ndërkohë që ka shfaqur pendes për krimin, ai ka rrëfyer dhe dinamikën e ngjarjes. 40 vjeçari ka shpjeguar se pasi ka marrë bashkëshorten e tij nga puna, është nisur drejt spitalit, por rruga ka qenë e bllokuar dhe i ka rënë Boris. Sipas tij, Pashollari ka dalë nga makina dhe e ka sharë me fjalë të rënda. Ai ka shtuar se viktima eci pak metra, ndaloi dhe doli sërish nga mjeti duke u ofenduar. 40 vjeçari ka shtuar se më pas janë konfliktuar me grushte, ndërkohë që thikën e ka përdorur për të vetmbrojtur. Sipas burimeve që prej datës 20 shkurt kur kreu vrasjen, 40 vjeçari ka qëndruar në Tropoj në vendlinjen e tij tek disa të afërm. Gazmen Buçpapaj akuzohet për vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. Merr fund bllokimi i rrugës kombëtare drejt Juglindjes. Sot në mesditë, në pjesën e dëmtuar pranë Librazhdit, kaluan makinat e para. Autoritetet bën të ditur se kjo situatë do të zgjasë të paktën 2 muaj deri në ndërtimin e rrugës alternative.
Mesditën e kësaj të martë është rikthyer qarkullimi në aksin Librasht-Përrenjas pas 11 ditësh bllokim. Lëvizja do të kryhet përmes një devijimi provizor të ndërtuar ngjitur me pozicionin ekzistues të mëparshëm deri në realizimin e plotë të rrugës alternative. Po vetëm të jetë lirë, por kemi pengesa kaq. A je sigurt në qarkullimin që do bësh? Po ma merr mendja se po, se mirë është. Se unë që dhe më më bërështrojnë, ka shumë mirë. Po, çfarë kërkoni, do të thonë ju si drejtues automjetësh për autoritetet? Po kjo vetëm të shtrohet, aq që gjithë, ka çfarë bëjnë këta autoritetet më. Në këtë aks do të lëvizin të gjitha mjetet, përfshirë edhe ato të tonazhit të rënd, por duke respektuar ngarkesën 8.2 ton për aks. Trafiku do të jetë i hapur për gjithë mjetet, por unë këtu gjej rastin të bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd që të respektojnë peshën e tyre në aks. Në momentin që nuk respektohet, kjo pastaj mund të shfaqë, mund të krijojë probleme në rrugë duke krijuar le të themi gropa që do vështirësojnë kalimin. Paralelisht do të punohet edhe për rrugën alternative mbi lumin Shkumbin. Do të kërkoj minimumi 60 ditë, sepse do vajen patjetër dhe nga kushtet e motit që do diktojnë ritmin e punimeve, por 60 ditë është afati që është minimale. Ta them që është minimal, ajo maksimal është minimal 60 ditë. Segmenti i hapur për qarkullim që të lidh me Juglindjen do të funksionojë me sinjalistik kantieri dhe përkohësisht do të jetë i pa asfaltuar deri në stabilizimin e shtresave. Më pas do të kryhet asfaltimi përfundimtar. Ministri i Bujqësisë tha sot se skema e re për fermerët përmban element të rinj që janë vendosur sipas kërkesës së grupeve të interesit. Mbështetje financiare shtesë do të përfitojnë edhe bletarët si dhe sektori i peshkimit. Skema kombëtare e mbështetjes për fermerët do të jetë gati brenda javës tjetër. Jemi duke hartuar skemës si mas dëgjesave që kemi bërë me fermerët, nuk kemi arritur akoma të dalim me një skem të re, pra çfarë do të thotë që sot ne nuk mund të themi dot një skem konkrete, fikse, pa dalë ne në konkluzionet përfundimtare. Besoj që deri javën që vjen, ne mbyllim të gjithë skemën përfundimtare të mbështetjes. Këtë vit ajo do të vi me disa ndryshime duke përfshirë dyfishimin e mbështetjes për bletarin. Fermerët na kanë kërkuar që nga 1.000 lekë për koshere ta kalojnë në një rast për 2.000 lekësh. Ne kemi pasur një reflektim ndaj këtij sektori për ta ndihmuar dhe për ta çuar në një dyfishim të bletarisë, pra të koshereve për ta mbështetur në masën e dyfish që ne kemi pasur në vitin 2025. Për ata që merren me peshkim përveç naftës, do të ketë një masë të re mbështetëse. Ata kanë kërkuar që ne të kalojmë edhe në një masë të re mbështetje në akvakulturë, përveç naftës që ata marrin për daljen në det për peshkim, por të kalojnë edhe nëpërmjet akvakulturës apo mbështetjes që ne japim zonave që prodhojnë pjesën e rensatave apo mbështetjes që ne duhet t'i japim këtij sektori që ne jemi duke reflektuar për të hapur një masë të re dhe mbështetje ndaj sektorit të akvakulturës. Për të rinj që duan të përfitojnë 7 deri në 10.000 euro për investime në blegtori, gjatë diskutimeve në Komisionin për Bujqësinë, u shpjegua se kriteri do të jetë që aplikuesit ta njohin sektorin. Po ashtu, ministri përsëriti edhe se fondet e IPARD-it pritet të zhbllokohen brenda këtij viti. Çështja e presidentit të ri të Kosovës uli në një tryezë Albin Kurtin me kreun e lidhjes demokratike Lumir Abdigjiku. Bisedimet nuk arritën në një rezultat konkret, edhe pse ato u quajtën pozitive nga kryeministri. Ka përfunduar pa një marrëveshje takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Bisedimet kanë zgjatur rreth 1 orë dhe pas tyre Kurti tha se diskutimi ishte pozitiv. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do të më njoftojnë. Nga ana tjetër, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku nuk ka pranuar të flasë për negociata. Ky takim është i treti që zhvillohet për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës, pasi në 5 mars përfundon afati kushtetues. Nga ana tjetër, presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur dëshirën e saj për një mandat të dytë, ndonse partitë opozitare e kanë akuzuar si të njëanshme në rolin e saj.
Sipas kushtetueses, një kandidat për president duhet të mbështetet nga të paktën 30 deputet për të propozuar. Për të zgjedhur duhen 80 vota në 2 raundet e para ose 61 në të tretin. Nëse kuventi dështon brenda afateve, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme. Marsi është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Në Universitetin e Arteve po zhvillohet konkursi interpretuesve Ymer Skënderi. Pjesët janë bërë shumë të rinj nga vendi dhe bota, ndërsa gara synon të promovojë talentet e reja. Dhjetra student nga universitetet të ndryshme ndërkombëtare kanë ardhur për të bërë pjesë e konkursit e interpretuesve Ymer Skënderi, një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike që zhvillohet për herë të dytë në Universitetin e Arteve. Në mesin e pjesëmarrësve janë emra të rinj premtues. Moritz Koçibelli dhe Stefan Gottschall kanë ardhur nga Gjermania për të bërë pjesë e garës, duke i dhënë një dimension të veçantë kategorisë e instrumenteve frymore. Unë jam Moritz, kam erdhur nga Gjermani për konkurs në Universitet de Art, edhe po studioj në Gjermani. Po eksperjenca shumë e mirë, të gjitha universitet këtu pëlqen mua shumë, edhe piano të gjitha jeni të mirë fare, si kualitetin e Gjermani. I'm from Germany, Berlin. Jam nga Berlini i Gjermanisë. Kam ardhur të marr pjesë në këtë konkurs ndërkombëtar dhe për të provuar aftësitë e mia. Ndjehem shumë mirë, pasi kjo eksperiencë do të më shërbejë shumë në vitet në vijim. Dhe takimi me çdo student gjithashtu. Për studentët, ky konkurs nuk është vetëm një garë, është një mundësi e artë për të integruar në skenën shqiptare, për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe për të hedhur hapa të sigurt drejt formimit si artist profesionist. Ne përfitojmë një eksperiencë, shohim veten, provojmë veten, shohim nivelin e të tjerëve, sidomos të atyre që studiojnë jashtë, duke qenë se ka dhe student nga universitetet të tjera të Europës. Dhe është një eksperiencë e bukur, ti shikosh nivelet e tyre, të provosh veten, të krahasosh veten me ata. Hera ime e parë, domethënë vi nga Gjakova, edhe është një emocion i mirë, diçka re, diçka që duhet mi përjetu. Është një eksperiencë shumë e mirë, kjo e zhvillon shumë një instrumentist, përballja me pjesëtar tjerë, me konkurrent tjerë. Konkursi Ymer Skënderi synon promovimin e talenteve të reja dhe forcimin e rolit të Universitetit të Arteve në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai po shndërrohet gradualisht në një traditore artistike, ku bashkohen kultura, stile, interpretime dhe vizione të ndryshme muzikore. Përveç vlerësimeve financiare modeste, por të kënaqshme që studentët kanë, gjëja kryesore e këtyre çmimeve që ofrojnë konkurset janë pjesëmarrja në aktivitete të rëndësishme, si të luash me orkestrën simfonike të shkollës, apo me orkestrën e OSFA-s, apo me orkestrën Teatrit të Operës dhe Baletit. Nata finale do të mbahet më 4 mars në orën 19 në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.